e se cilit do të del para Allahut, vetëm një kena me dal para Allahut. Thot, ku do që t'jeni? Ku do që t'jeni? Në cilin do vend që t'jeni ju, Allahu ka për me t'ju të but gjithë juve. Krejt juve, ku do jeni? Qysh do që keni vdek? Kam ju të bu Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allahu ka fuqi për çdo gjë. Në fuqinë Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka ambon as ban. Ajo është i forti, i fuqishmi absolut. Forca Allahu subhanahu wa ta'ala është absolute. Allahu është i fuqishëm mbi çdo gjë. Sudet mi kërkush dijes Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala sheh çdo veprim tonin, e din çdo gjë, din edhe ato që kanë i përshpërisim vetvete, po i thon. Parat Allahu te bareka wa ta'ala nuk i harron askënd dashurit e mi. Nuk ndodh që në ditën e tubimit mu haru dikush, mu ulon dikush. Allahu i mbledh gjithë ata, parat Allahu thot në Kur'an, in kullu man fi s-samawati wal ard illa ati r-rahmani abda. Dëgjaj, nuk ka tjetër, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu nuk ka tjetër vetëm se gjithë shka qa ka në tokë në qel, la ilaha illallah, qa ka në tokë dhe në qel, gjithë shka ka në tokë dhe në qel, i paraqiten Allahu subhanahu wa ta'ala si robti. Krejt vallaj dhe që ata që kër jonë gjallë bërë rebela, folin fjallë të mëdhaja, folin gjëra që s'du të me i folë. Vallaj ditën e kiametit kime i pat ullum, kokat ullum. Që talë Allahu se ka bot dashurit e mi dynjan, që në dynjan njerëz mi qeru hesapet, me marrë shpërblimin apo dënimin. Ja, Allah e kalon ahiretin. Jaume ja uddu dhalimu ala jedej. Zullumqar, thëtë Allahu, atë dit do t'i kafshojnë durët e tëne. Do t'i kafshojnë durët e tëne. Wala tahsabanna Allahe ghafilan amma ya'malu dhalimun. Mos kujtani, që thëtë Allahu, Allah i ladhim, kjo ajet gjdo kohë si përsërit, i përshtatët. Se gjdo kohë ka njerës që bojnë zullum, njerës të jonë të ndomë, të mirë edhe të këqi. Zullumqar edhe jo zullumqar. Çdo kuj ka zullumqar të vet. Ama Allah subhanahu wa ta'ala si ju jep durim Rabbet ti, wala tahsabanna Allahe ghafilan amma ya'malu dhalimun. Po shtikur e shesh ka ndodh, e shat jenë në Gaza qysh kallën fëmija për zolli, vritet nana me vladin dorë për dore, ja vret nanën e vladit dorë për dore, e gallë për zgjalli, ja rënon shpin, e qëtë për shpis. Allah dhët, wala tahsabanna Allahe ghafilan amma ya'malu dhalimun. O musliman, mos mendoni se Allah është gafil, i shpërkujdesur për balë zullumi që ata janë të bo. Innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Që shëtë rrëshun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu o ka i lënë për një moment, që në moment kur do t'ju rrutullosë sytë. Se dhe në moment jo rrutullosë sytë. Kër e shohin gjehenemin të orë në mahsher, kanë me panë mahsher në vend të bim, e prujnë me lajket të ngrez varë gjehenemin, nëse cili litar jonë ka 70.000 me lajket të e kre. Beri në surën Gjathje, në surën Gjathje është i përshkru në këj moment. Edhe ata pejgamberi s.a.s. Kër jau ka spjegu sahabeve këtë moment, jau ka mësu një dua. Ka thonë, bëni dua, thuni, o, Zot në i forco këmbet, a ditë kur do të rëshasin këmbët. Që kjo momenti kur i shasin këmbët njerëzve, kur e ndin gërhamen e gjehenemit. Gjehenemi ka gërham dashurit e mi. Thot pejgamberi s.a.s. kur janë ndin gërhamen gjehenemit, njerëz në jomul mahshar, në ditën e tubimit, thot kejt bingjoj. Kejt. Edhe është një moment i frikshëm dashurit e mi, edhe pse janë 70.000 litar, në se cilin litar janë ka 70.000 me lajke që e tërhekin zvar gjehenemin, ju ik me lajkeve gjehenemi. Dënë me i kall njerës të krejt. Atër Allah subhanahu wa ta'ala me këmbën e ti e shkel gjehenemin. Thëtë Allah ku përshkan? Kushtë të vërejt ty këta me i kall? Qa thot gjehenemi? Ka në hadith është përmen, thot, ja Rabbi, prej gjelëzis që e kom dajteje,
se ti këtëne dhe të njerëzve ti i dhurove gjithë shka. Këta nuk të falenderun ty, për shkon e falenderun dikant tjetër. Lem t'i kalli, ja Rabbi. Allah e ditë e vështirë të dashurit e mi. Allah e ditë e kiametit, ditë e tubimit o ditë e vështirë. Atë ditë nana e len e vladin e vetë. Atë ditë të të njeriu dhe t'ik për vlaut vetë. Wa ummihi wa abi, për nanës edhe babes vetë. Ka arë në komentim dashurit e mi, të shikri ajet, dhe t'jeti rëgjullin, vjen një njeri thët para Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe Allahu i thot, po të vynë edhe një emir me hinë gjennet. Pesh një emir. Shko lype tika. Shko lype të baba. Shkon të baba e thot, o bab, ti e aji që m'ke ushqy, m'ke vesh, ki e dhe gjithë shka për mu, ama vesh një të mirë baba, po du me hinë gjennet. Baba. Wallahi, e këpo baba që avon, gjithë shka t'jep baba. Wallahi, baba për evladin, gjithë shka. E evladi për babën, s'po foli. Do të po foli se pasha Allahun, vesh kam bet me thonë, ja Rabbi, ruhmake ja Rabb, na mshira o Zot, na falë o Zot, na drejto, sa gabimet ne i bojmë për balë, babalarve dhe nanave tona. Ja Rabbi, na mshira, na falë, baba gjithë shka jep, lodhet, punon, gjithë shka për me i pas ti tonat. Kur vjen momenti që ti mi ju konë afer ti, me ndajt afer ti, ty del dëshira se unë e kam jetën time, kam familjen time, la ilaha illallah, baba së familja jote, nana së familja jote. Ama që ky bab që jep gjithë shka për ty në dynja, në ditën e kiametit, kur shkon ky njeri dhe i thot babes, o bab, ma jep një të mirë, që me tot hynë gjennet, thot, i lejke anni, ja bunej, thot, largo pi meje, o gjalli jem, thot, largo pi meje, vallahi, thot, si kurse Allahu që tash me të shëndru ty të mirë, kisha me të marë. Shkon të nona, thot, o non, ti ajo që më kem bajt nën mujë mbark, ti ajo që i e kujdes për mu, e ja përmend virtytet e nanës, që haki nanës o i madh dashur se min. A disa o haki i madh i nanës, vallahi nuk ka mall që e pagun hakin e nanës. Mall nuk ka që e pagun. Nana është e shtrejt, baba është i shtrejt, nuk ja din vlerën nanës edhe babes, është njerës shpër kujdesun. E për fatë kesh mundesh me gjetë një që i falet, mundesh me gjetë një me mjekër, mundesh me gjetë një që të ne di hakin, a hakin e nanës e babes e hanë. Allah në drejtoft, ja Rabbel Alemin. Atër i thot, o në thot, uridu minki hasenetën wahida, o në thot, ama një të mirë. Ama bevesh një të mirë t'hinë gjennet, thot, i lejke anni, ja bunej, thot, largo pi meje, o djali jem, thot. Se vallahi, Allahu me të shëndru ty, në të mirë kisha me të marë. S'kan ditë në kiametit dashurit e mi, se cili shka, para me ndohet dashurit e mi, pejgamber të Allahut. Njerëz ma të mirë, thënë, nefsi, shpirti jam. Pejgambert, që Allah ka garantu, nëse dikush ka me hi në gjennet, ka me hi. Të portë kënë pejgamber të Allah, subhanahu wa ta'ala. Ma dhalik, nefsi, shpirti jam. Parat Allah u thot, po këthejmi të ajetat, in kullu men fis samawati wal ard, illa ati rrahmani abda, gjdo gjë që gjindjet në të qelë dhe në tokë, do t'i vije me shiruesit Rahmanit, si Rab, i ti, lakad ahsahum wa addahum adda, i ka numru i dhe i din Allahu mënyrë precize sa jonë, nuk i ka dhot asgjo, nuk i shpetën asgjo. Wa kulluhum atihi jaume l'qiyabati farda, e se cilit do të del para Allahut, vetëm njëka me dal para Allahut. Allah i ka pas musliman të mirë dashurit e mi, kur i kanë lexuar këto ajete, kanë betë pa gjumë.